Mi thaj që më detyron Bashkimi Evropian që unë bashkoj me non-grata, tani nuk do ketë më nevojë ta thot, sepse do jetë mas non-grata. Kurse lajmi më i mirë është ai që tha Kreshniku, nuk e di sa është e vërtet, që nëse zoti Berisha do jetë pjesë e festimeve të 250 vjetorit pavarësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, do jetë lajm shumë pozitiv, sepse tregon që nuk ka më një pengesë politike në profesion. Unë mendova se do kalonte oqeanin, që do të ishte vërtet lajm i mirë, pastaj se për të gjithë patjetër se unë mendoj që Berisha vajti në ambasadë. As nuk duhet të jetë lajm, as nuk duhet. Oqeani te rruga e Elbasanit është. Jo vajti në ambasadë, si kryetari i opozitës. Është lajm 10 herë më i mirë se kjo që ka marrë për punën e tij. Dhe tregon që nuk ka një pengesë politike. Lidhe me këtë, ne vetë ne nuk jemi serioz fare. Edhe s'kemi qenë herë serioz, kështu jemi ne. Kur ju vu non-grata, u tha që me lobbying financiar i bleu Rama State Departmenti se u bo State Departmenti si me qenë ato baraket që kam pas qenë Kelana dikur. E ka thënë Berisha. Gjithë e ka thënë. Po ti më the, ti e the tash. E ka thënë Berisha. Ti e $250,000 u dhan. Kush e tha Prençi? Kam thënë unë blihet departamenti i shtetit. Pa tha në $250,000 që u kapën. Për ble, për non-gratën. Ta shumë? O ti o Prençi, s'ka si poshtë tonë. Vazhdo se ta mbrojun. $250,000. Pra, u bo departamenti i shtetit si me qenë të ble ato kioskat që ishin ke Bregulanës dikur. Tash ti ja heqin thonë, u ble prap departamenti i shtetit. A jemi pak më serios, në qëse pas ka ardhë puna me u ble departamenti i shtetit me miliona $, asë Republik Banane nuk o më. Ta shi, se qarë interesa që janë? Sa miliona $, u hodhën nga Partia Demokratike? U hodhën milionat. Po më dhe i morën. Po në qëse ne do të besojmë këte, atëherë, nuk e di, pos pas kemi nevoj për Amerikën. Po protesta anti-Trump që thot Kreshniku? Ka ndikuar? Dhe qëndrimi Berishës pro-protestës? Jam dakord me Kreshniku në një kohë, sepse kemi një konflikt midis Trumpit dhe Europës. Por ka dhe një konflikt të brendshëm në Amerikë me Trumpin, që vetë tashti pulli ati tregon një ramje shumë tullit, pra i ke pa protestat në gjithë Amerikën. Plus, demokratët kanë zgjedhjet midterm të ashtë. Dhe dun të marrin senatin dhe kongresin, që ti bëjnë impeachment. Pra janë shumë gjona që po lëvizën në këtë situatë. Situata në lindjen e mesme dhe në Iran. Pra gjitha është Izraeli në anën tjetër. Pra, unë prap them ku është gabimi i Ramës dhe i kësaj administrate. Është ju fut me kokë ke Trumpi dhe ke Netanyahu. Mi po ti e shteti vogël. Dhe këto fuqit e tjera një shqeltash të hikën deli ashloje. Dhe këtu du dalë pastaj që e gjithë kjo protest nuk është rasti ka organizim. Ka organizim për interesat uja, as nuk e diskutojnë njëri që s'besoj vetëm konstitucionit. Vetëm një fjali. Dëgjo, fal një fjali. Po një fjali, më keq. Me qenë se më përmenim pra 200 se du ta mbroj ato që kam thënë. Jo më se ke thënë vetëm ti, e kam thënë gjithë. Ilir. Unë sinqerisht do të ndjesha mirë dhe do të falenderoja kryeministrin e vendit tim të më jepte vetëm një transparencë të aktivitetit të Meg Gonigal për 2 herët që ka qenë në Shqipëri, tufën e ministrave që e kanë shoqëruar nga pas, nga Saranda në Tropoj, titujt e nderit që i kanë dhënë bashkit, e kupton? Pa llogorit ato pjesët e turpshme, dhe ajo më e madhja është sa biznesmen janë intimiduar se gjoja janë në listët e non-gratave, për non-grata, dhe janë detyruar të paguajnë disa milion euro. Të lutëm. Vetëm kjo, duke po ta bëj kryeministri i Shqipërisë këtë, kjo është tjetër gjë. Unë po të them ti beson që State Departmenti blehet me lekë. Lutëm. Blehet dhe shqitet me lekë. Meg Gonigal ishte zyrtari më i lartë. O, preç. Po. Më kalo. E din ai për çka ka lobu. Më thuj, ti beson që State Departmenti i vend dhe i hek non-gratat me lekë? Jo. Por fakti që një zyrtar i lartë i shërbimeve sekrete amerikane u implikuar në këtë aktivitet, shiko,
ta thot kryeministri i Shqipërisë se e kishte mik, e ka deklaruar vetë, e kisha mik. Ka pas edhe zyrtar, janë disa, ti e di shumë mirë, janë rreth 7 agjenci që merren me informacionin pornografik. Të na e thot kryeministri. Ka qenë një person. Përse u bë loja me Megonitarin në Shqipëri? Të na e thot kryeministri. Ti thu State Departmenti pas ka Megonitarin. Jo, nuk e thash Departamenti i Shtetit. Kryeministri i Shqipërisë tash ta tregoi publikisht lojën. Kjo është sa pjesë s'ka lidhje me State Departmentin. Duke marshuar, ka më shumë se sa një orë që ata janë në marshim, janë në afërsi të Laprakës. Apo jo, këto janë pamjet që vinë, marshimi i parreshtur i qytetarëve protestuesit, të cilët e kanë nisur sot protestën përpara gati 4 orësh në orën 18 nga sheshi Skënderbej tek kryeministria, tek bulevardi kryesor, e për të vijuar mëtej në të rrugë të tjera të kryeqytetit, një marshim tashmë i kthyer si një traditë, me njëherë pas përfundimit të fjalimeve që mbahen atje. Updatimet e tjera i shihni edhe live, gjithmonë duke klikuar në shqiptarja.com.